ja që ku jemi me ditët e Ramazanit, ashtu që Allah Azza wa Jall na ka tregu ayyaman ma'dudat, vërtet ditët e Ramazanit janë ditët e numëruara, caktuara, njëra pas tjetër është e lidhur, e ngrej njëra pas tjetrit. Dhe jo rastësisht Allah Azza wa Jall po na thot, po na tregon për ditët e Ramazanit. Vetëm pse arsyeja me i nejt gati ditët e Ramazanit. Ja dita nata e 9, nesër hen e 10 e kështu të mëra. E si cili prej neve le të shikon vetën e vetë, le të llogarit vetën e vetë, se çka ka bu mbrana këtyre ditëve. Thuaj se gjysa e Ramazanit shkoj, gjysa na ka mbet dhe përfundimi dhe i që i fundit janë shumë shpejt. Mi po për ta netët që na kanë kalu apo ditët, se cilë prej neve do të llogarit vetën e vetë, çka ka bërë prej veprave, prej adhurimeve që mu afru tek Allahu Azza wa Jall. Eyyuhal mu'minun, o ju besimtar, inna min a'zami an-nasi manzila wal karama humul mahbubuna inda Allah, alladhina ahabbahum Allah wa nala mahabbatah. Subhanallah, o ju besimtar, sendi më madhështor për njeriu, për njerëzit, është ngritja, pozita dhe nderimi. Ngritjen dhe pozitën e kanë ata të cilët janë të dashur tek Allahu Azza wa Jall, ata të cilët e kanë arrit dashurinë e Allahut Azza wa Jall. Allahu i don ata. Dhe na e dini mirë, kur Allahu Azza wa Jall e don robën e tij. Në hadith që shkar, e thët Gjibrilin, andaj subhanallah, e thët Gjibrin, kryu melekun të melekve, dhe i tregan që unë e du filanin, duja dhe të. Pasaj meleket e qive, e marrin kaderin, fjallën e Allah për mes Gjibrilit. Allah për e dan filanin, meleku Gjibril për e dan filanin, edhe banorët e qilit të dojnë atë filan atë njeri. Pasaj këtë dashuri zbret edhe në tokë dhe është i pranun tek gjithë krijesat. Subhanallah. Kur dan Allah Azza wa Jall, duhen banorët e qiellit dhe duhen edhe banorët e tokës. Andaj o vëllezër, e ne do të flasme sonte me lenin Allah Azza wa Jall vepra në realitet që Zoti i dan. Me mujt në Ramazan me i bo në këto vepra e që me arrit atë dashurinë e Allah që Zoti me na desht. E para për tëra ju vëllezër është, thot Allah Azza wa Jall, inna Allah yuhibbul muhsinin. Allahu po e vërteton. Me fjalën inë të akid, vërtetim. Me vërtet Allah Azza wa Jall i don bamirësi. Këto në shprehje muhsinin, bamirësi, e ka qëllim bamirësi ndaj krijesave, që njeriu e mëshiron krijesën tjetër, i ndihmon krijesës tjetër. Dhe e ka qëllim bamirësi për mbushja e veprave, për mbushja e adhurimeve. Ashtu që shkon në hadith, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shpyt për bamirësinë, ma huwa al-ihsan, ka thënë an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Subhanallah. Me adhuru Allah Azza wa Jall ka'annaka tarahu, sikur je duke e pa ti ata. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. E në qoftë se ti nuk e ki qëta që Zoti është duke të pa, dijemi që Allah Azza wa Jall na thon, në qoftë se ti vjen vetën tonë që ti s'peshen Zotin, dijemi që Allah është duke të pa. E ulemat e marrin këtë dyti. Për mbushja muhsin, për mbushja adhurime është kur njeriu e vren adhurimin e tij dhe duke thonë me veten e tij ai ka dalë. Edhe pse unë nuk e shikoj, nuk e shoh Zotin. Allah Azza wa Jall është ai i cili më mshef. E kushdo që prej neve e ka këta, na çdo adhurim,
për agjerim, për namaz, për sadaka, për ta. Ju drejtohet me jetën e tij duke thënë ej. Edhe pse nuk e shoh Zotin, Allah azza jalla është ai i cili më sheh. Që ky e ka arrit që shka në ajet inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah i dan ata të cilët janë muhsin, që e përmbushin adhurimin. E gjetëm një vepër në Ramazan. Çdo adhurim që e ban, çdo lexim Kuranit që e ban, çdo sen që e ban, mundohu gjithmonë me prezantu zemra jote dhe duke thënë edhe pse unë nuk e shoh Allahun, Allah azza jalla ai i cili më sheh. Vepra e dytë o vëllezër. Thot Allah azza jalla inna Allah yuhibbul muttaqin. Subhanallah, sa vepra të mira Allah po na tregon veprat që Zoti i don. Po na tregon atë rrugën, nëse na e ndjekmi këto, dinemi që Allah azza jalla do të na bën për ato që Zoti është duke na dashur. Wal muttaqi huwa man fa'ala al-awamir wajtanaba an-nawahi, tilka hiya taqwa. Dëshmëria çka do të thonë? Allahu më vërtet i don ata që janë të devotshëm. Dëshmëria do të thonë me i vepru ato vepra që Zoti na ka obligu dhe me i largu ato vepra që Zoti na ka ndalu. Kjo është devotshmëri. E Zoti në Ramazani është devotshmëri. La'allakum tattaqun. Me arrit do të thonë devotshmërinë, me fitu devotshmërinë. Na xherem. Subhanallah. Merrni edhe shumë ajete kuranore. Nuk kanë shumë shprehje në për ajete kuranore qëllimet e adhurimeve përfundimtare. Mi po qëllimi e agjerimit përfundimtar ka la'allakum tattaqun, me qenë të devotshëm. Nëse agjerimi të nalë për çdo vepër të keqe. Nëse agjerimi nuk lën me bu punë të këqija. Edhe njeriu arrit tek Allahu azza jall përmes përmirësimit të tij. Ai me agjerimin, mi po kur ka përmirësim ai me agjerimin, atëra ai ka arrit devotshmërinë. Çka thanë shkolla devotshmëria? I kryen obligimet e Allahut. Agjeran fal namaz. Se thot Allah na ka obligu. Agjeran ju largohet mëkateve. Agjeran bën punë të mira, e din që Zoti na ka obligu apo na ka ndalu. Pastaj o vëllezër, vepër tjetër që Allah azza jalla na tregon që me qenë të dashur tek Allah azza jalla, thot Allah azza jalla inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Më të vërtet Zoti don ata të cilët ju mbështeten atij. Kur mos ju mbështet vetën tonë, a unë pa xheraj, a unë kështu më krenu me vetën tonë. Jo, gjithmonë mbështet te Allahut. Na i mbështet me Allahut, i krymi obligimet, adhurimet, edhe në rrezik, edhe në situata të vështira, edhe në ibadete, nuk krenohemi me ibadete. Ju mbështet me Allah të zërgjel, kërkojmë ndihmën e Allahut. Përtoj vëllezër, e ente të fawwidu emrake ila Allah, për vetëm tonë. Ai të cilët këtë çështje i kthen tek Allah azza jall. Muslimani çdo çështje dynjajës, të ahiretit, adhurimeve, ibadeteve, gjithmonë do të një kthy tek Allah azza jall. Asnjë nuk varet prej neve, po gjitha janë me mbështetjen e Allahut arritën. فهو الذي يدبر أمر الخلائق. أي الله عز وجل يدبر. Allah azza jalla është ai i cili i kontrollon njerëzit. Janë drejt shpunt krijesave. Ja rregullon, domethënë kaderet, ja rregullon çdo sen. Është Allahu azza jalla. Wa huwa alladhi yaqulu li shay kun fayakun. Ai Allah është azza jalla kur dëshiron me dëshirën e tij, urtësinë e tij, me mëshirën e tij, bëho edhe bëhet për minjara. Por ta Allah dhe thot ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Edhe ai i cili në vërtet ju ka mbështet Allahut azza jall, i mjafton atij Allah azza jall. Që të namaz që ke bote, që të agjerim që ke bote, a ju ke mbështet Allahut, atë në thonë, unë e kështot, unë e kështot. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Kushdo që mbështetet Allah, kam i mjaftuar Allah.
kur ti e ban një adhurim, kur ti ki një telashe, kur ti ki diçka, qoftë dynja, qoftë ahiret, qoftë ibadete, dhe ju mbështet se Allah dini që Allah Azza wa Jalla është ai i cili mirët me ty. Hasbu, ka me të njaftu Allah është argument për ty. A ke bo si pas Koranit, si pas Sunetit, a ke bo me qef, a ke bo me pa njerëzit, krejt Allah Azza wa Jalla i din ta. Por ta një du të mjë mbështet Allah në vepra, në adhurime, apo qështë të dynjajës sprot, apo qështë edhe për botën tjetër ahiretit. Por ta për Amin sallallahu alaihi wasallam لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. سبحان الله. Për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kur ju vërtet ju mbështet Allahut me një mbështetje, ashtu qysh i takan atij Allah Azza wa Jalla. Të Zoti kam ju furnizu juve qysh e furnizan atë zogun i cili mëngjes ka qepi ti është i thot del tër natën, tër ditën mundohet me gjetë rrezik, thot kur të kthehet në mbram barki i këtij zogut është i mbushur. Këto e kuptojmë që edhe ibadetën edhe rrezikun nuk banë më mbështet vetën e vet, mi paku do të më mbështet Allah dhe mi marr sebepet. Nëse don Allah Azza wa Jalla me qenë me ty, merri sebepet. Hajde në xhami, fali adhurimet, fali namazet, kujdesu për namazet, e kështu të marrë. Pastaj Allah Azza wa Jalla është ai i cili ta rregullon çështën tonë. Allah Azza wa Jalla është ai i cili të furnizon edhe me rrezik. Allahu i son po vijën apo lodhna shumë taravi, po lodhna, s'po më ardhane. Nuk po moj, po lodhna shumë. A një më të muj me shejtan, një muj për Allah si gjendje me nejta? Subhanallah. Një më të muj si ka adhuru Allah, një muj po më ndorë dhe më thonë me lanë që ta. Po dhe shpirti me dalë, hajde vëse për Allah. Nuk të hupë rëzku, vallahi nuk të hupë rëzku. O fi semai rizqukum, o me tu adu. Allah zë ka thonë. Rëzkën e keni në qilë, në garantune, s'keni nevoj më përla, më përleshë, më lodhë, më bojë, shdo sen. Rëzkën e kini në qelë, po vetëm adharaja Allahun Azza wa Jalla. Hajde fali namazër, hajde fali taravih, mos e paksa namazin tonë në Ramazan, vjen parën det, dytën det, tritën det, i kur e len krejt. Jo, kështë jo, hajde në shdo kur, hajde në shdo natë, mos e dërza vetin kështë. Istikame, përqëndrim në adhurim në ibadet, parmendoj o vllazni, është po foli shumë thjesht. Një muj Allah Azza wa Jalla po na kërkan me nejt, na me nejt, rob të Allahut me adhuru, prandaj një muj, o xhamat, ndëgjani me vëmendje, një muj Zoti po na kërkan me adhuru Allahun qysh dot, për me fitu në xhenetin. Na nuk kemi gjendje as një muj me adhuru Zotin. E tani këni Allah xhenet. Një muj ditë cilin gjendë me adhuru Zotin. Subhanallah. Angazhau, forcau, mos i lej ibadetet. Kur e lutë Allah për xhenet do të edhe vepra. Allah të ka qenë xhenetin, është e vërtet. Kur vjen muj Ramazanit, hapë dyrt e xhenetit, është e vërtet. Ama ku janë vepra për një xhenet? Mos e likështani, o xhamate me mos e likështani. Banë të fort për me fitu ato që shma. Parëmëndoj me na qitë Zotin e në kone e profetit me këtë kone, hajde edhe njerë. Më kone a shok të profetit, me na thonë profetit, hajde në gjihad kena me dalë. Të parë kena më thonë, të parë kena më kanë, në është adhone për tërë. Në shire Zotit që na qitë këtë kone. Në është a kishmi me këndështu profetin, mos me besu profetin. Parëmëndoj ata e kam pa me fitu xhenetin me donë luft. Edhe ata dhe ku kanë donë lufta e Bedrit? Lufta e Bedrit ka ndonë në Ramazan. Parëmendoj në Ramazan ka ndonë, agjërushëm, ama garantu me xhenet. E na nuk jemi të angazhun, as ndihë, da më thonë verës, as përgjo, as me mytë vetën, as përgjesh. Një agjerim bre. Një namaz be Zotit për nga kërkane dhe shumë se mund me bërë. Allah, ja Rabb për misane, ja Rabbil Alamin. Allah na përmisot, ja Rabbil Alamin. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah ta me dërtet, Allah Azza wa Jalla dan ata të cilët bëjnë sabër.
Allah thot innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab. Me vërtet ata të cilët kanë bërë durim, do të kenë shpërblim tek Allah azza wa jall, bighayri hisabin, pa mas, pa llogaritje. Ndërsa në Ramazan në e përmbledhjet në 3 llojet e sabrit. E kemi sabrin e bindje Allah dhe marrmi shpërblimin. E kemi sabrin nuk bëjmë mëkati, por mbajmë agjerimit e marrmi shpërblimin. E kemi sabrin edhe sabru ala aqdari llahi al-mu'lima. E kemi sabrin e caktimin e Allah. Na dhem pak barke se na agjeru shumë po bëjmë sabër. Ka caktuar Zoti kështu edhe për ta e marrmi sabrin. E marrmi shpërblimin e këtij sabri. E lusë Allah në azza wa jall që gjithë ta fjalë të cilat i thash, bujnë dobi mas pari në vetën tem, pastaj edhe të tjerë që kam dëgju. E lusë me Allah në azza wa jall këto ditë që na kanë mbet, thuaj se shkonëm pjesa e parë e Ramazanit, na kanë mbet gjysa dhe e fundit, këto ditë të cilat na e përjetojmë, e lusë me Allah në azza wa jall që t'jemi më fort, t'jemi më angazhuar, t'i rrimi Allah azza wa jall me fytyrë bardhë, Allah azza wa jall na bëjë të atil ja rabbil alamin.